Me 24 mars të vitit 1999, forcat e NATO-s filluan bombardimet në shtetin e ish Jugosllavisë. Këto bombardime zgjatën 78 ditë deri më datën 10 qershor. Si përjetuan shqiptarët këto ditë dhe si e përjetuan këtë eksperiencë? Jani të shohim se çfarë thonë ata. Qysh që mbanin mend ju ato? Po ka qenë me mërkure, 24 mars. Ne kemi qenë në shtëpi. Lajmin e parë për fillimin e bombardimit që morën nga vëllai në Londër. Thanë që raketat e para u nisën nga baza e NATO-s në Itali. Për neve ishte një gëzim, po në ato momente kishim edhe frikë, sepse ishim nëpër shtëpia të mbyllur, të friksuar se çfarë do ndodh me popullatën që ishte nëpër qytete, nëpër fshatra, në cilë pritej që ndoshta policia dhe paramilitarët serbë të bëjnë masakre, ashtu që si ka ndodhur. Po për neve ishte, themi, dritë e lirisë, edhe të gjithë e pritim e padorim, pa marrë parasysh pasojat që mund të kishim. Pra ka qenë një moment që jeni ndjedhë të gëzuar. Që se si momenti më i lumtë ndoshta në jetë. Si i kujtoni ju ato momente? Sikur me lindë edhe një herë për syti, ato kanë qenë mrekullueshme. A mundesh me ndonjë eksperiencë gjatë asaj kohe të jetës tënde, çka ka qenë jeta atëherë? Po, unë edhe në kohën tonë kemi dalë në për këto protesta prej 90-s gjithmonë çdo herë. Jemi në rrugë me dalë, ti ka marrë polici 10 euro. Pra, jemi ballafaqu këtu, që e dini edhe në ashta pe tjerave media të e përkroha zemin edhe kaqushen çdo ditë në shijen borë. Edhe mua më kanë pasur rrejë policia edhe në shkollë të mjekësisë. Na i patën marrë ditartë, kam punu atje, ka qenë edhe për mes rilindje, tani kam ikë në përëndim, jetaj atje. Dhe kur ka bombardue, ditën e parë më 24 mars, unë e kam qarrës shokët atë në punë, pe gëzimi, sepse kemi vujtë shumë. Si keni përjetu pra këtë periudhë gjatë bombardimeve? Kemi përjetu shumë mirë. Ja, na kanë shumë në rrezik se armatimin nuk e na pas. Qaq bënë men pe Shqipënia i kena marrë çfarë do armë. Bënë kineze. Gjendja dikur na keqësu, po NATO na pështoj, na falenderoj natën. Mas të shkon NATO, më zbesoj që ishëm pësët kësadi. Unë vetë, ku ka bombardu, NATO, kishë pas gjuhë se unë jemi Marishevës. Jena kanë ma në bjeshka atje. Morëm vesh lajmin që bombardoj NATO. Kom pa me sëtë me migin Jugoslav ku e ka bombardu mi Marishev, mi vneshtet e Marishevës. Se da janë mënu me i ka nej. E tani të gëzume të akon. Pra ka qenë periudhë? Periudhë shumë. Si ka qenë jetesa në atë kohë edhe që ka qenë ai moment që manin me mas shumë të presë? Me gjithë dëshirë, kishim sfigu, po nas kem qenë, qatë ditë kem dalë prej Kosovë, kem shku në Amerikë. A e keni marrë vesh lajmin që kanë fillu? Njëjtën ditë. Po, kem qenë Maqedoni, na kanë marrë Amerikanë me aeroplane, po nuk kem qenë këtu me përjetu, po edhim që ka qenë katastrofë, vështirë. Shumë mirë që e kanë bo, natyrisht, po sërbët masana i kanë mujtë me bo këtu sene këqia. Ma të lirë pak. Këna kemi nejtë shumë në Amerikë. Nejtë një kodë gjatë, 15-16 vjetë. Krejtë në atje që kemi thonë, kërë në kanë bo pyetje si ju, kemi thonë, këj rast një kanë do si kur një fëmija kur të lindë. E kur nuk shilën aty, një kodë gjatë këthejesh, dhe më thonë dhe ke hupat mundësin me pa shpinën e Sërbisë, kër e këthejnë edhe ikë për Kosovët për gjithmonë. Po, qatë os kemi mujtë për jetu, po kem qenë shumë të lumë.
Për bombardimet e NATO-s, edhe si e keni përjetu ju si qytetarë atë kohë? Qysh me thonë, pra kam e gjithë ngushtyra mjetë, po thëmë se ke që kemi një vetën, po s'kemi pas ka me bo. Gjithë të që me thonë, mje ke që shumë njerës kanë shku kotë, po s'kemi që i bojnë, që ka me bo. Ka qenë një moment kur kemi pa në një fije shprese, me thonë, sepse me qenë korekt, ishëm faktikisht të dorëzuar. Aty morëm me bombardimin e parë, e ditëm se jemi të mbrojtur. Me thonë, ka qenë një ndjenje pa përshkrueshme. Edhe pse nuk e dishëm se ma vonë çka do të vjen, po në përgjithësi ka qenë një shpresë e madhe për popullatën. Unë jetoj në periferit Prishtinës, domethënë kam qenë në Makovc, edhe kam qenë kohë gjatë aty deri me 19 prill faktikisht. Kishim shumë refugjat, po gjithmonë me shpresë se mase veç NATO jo u involvua, do të thotë, e dishim se fitoria nuk do të shkojë shumë larg edhe arrinë. Ishte një ndjenjë edhe e frikës, edhe e shpresës, edhe e gëzimit, të gjitha bashkë.